Nuk mund ta besoj. Është absurde. Të duket e habitshme, por kështu është situata. Mjeku ja ka ndaluar Giulianit që të luajë në një ndeshje të plot. Maksimumi që ai mund të luajë është vetëm 10 minuta, jo më shumë. Përndryshe do të rrezikonte. E di që është shumë e vështirë për ta pranuar, por mjeku u tregua shumë i prerë për këtë. I ka nxjerrë Giulianit probleme me zemrën. Është e pabesueshme. Unë nuk kuptova gjë fare. Ai kur luan në fushë ka pas energji dhe atë shpejtësi si gjithmonë. Për fat të keq fati e ka vendosur që kjo të jetë ndeshja e tij e fundit. Kam ardhur të kërkoj një nder të madh. Duke e ditur se si është gjendja e tij, do të isha shumë e lumtur po ta shikoja të dilte fitues. Të përgjirohem, Oli. Po më vën shumë në siklet. Kjo që po më kërkon nuk është e drejtë. Është një sjellje e papranueshme. Ej, djema, po vjen Oli! Ej, po ti, a mund ta di se ku ishe futur? Na bëre me të vërtet shumë merak. Më falni. Forca, Oli, je më i miri, forca! Topi i fillimit është për një timin. Tom Becker e çon topin përpara. Mambo është shumë i shpejt në lojë dhe të shohim se si një timi do t'i përgjigjet kësaj gjendje. Të duket e habitshme apo jo? Mjeku ja ka ndaluar Giulianit që të luajë në një ndeshje të plot. Për fat të keq fati e ka vendosur që kjo të jetë ndeshja e tij e fundit. Oli, kujdes! Sa çudi, për mendimin tim Olin e shqetëson diçka. Kështu dyshoj edhe unë. Sot është i hutuar, kush e di se çfarë ka. Jam i çorientuar. Nuk po gjej dot pozicionin tim në fushë. Aksioni është shumë i shpejt. Harry Points kërcen më lart se sa mbrojtësi. Dhe ai ja pason topin Julian Rossit, i cili nuk lë rast t'i shpëtoj. Çfarë po bën Oli? Mos ke gjë frikë? Rossi ecën drejt portës kundërshtare me shpejtësi shumë të madhe. Ka përballë tij Harton. Por lojtari arrin ta kaloj atë pas një vështirësi. Por ç'po të ndodh Oli? Nuk po lëviz fare. Jo, nuk mundem. Oli, çfarë ke? Nuk po e kuptoj. Përse më la të kaloj kaq lehtë? Diçka nuk shkon mirë. Si mund të luaj kundër Giulianit duke e ditur që është aq i sëmur? Oli! Mos më thuaj që... Jo, nuk mundem. Nuk mund të luaj. Mbase dikush i ka folur për sëmundjen time. Është më e forca unë. Oli! Nuk e kam parë kur kështu. Të lutem Oli, duhet fillosh të luash ashtu siç di ti. Dhe një aksion shumë të bukur, Rossi po çan mbrojtjen e një timit. Oli, unë po luaj sikur ti të ishe lojtari i fundit që duhet kaloja në fushë. Të lutem Oli, mundohu të më ndalosh. Nuk mund ta besoj.
Edhe pse e di fatin e ti nuk kresht se luari me mishe me shpirt. Mere, është për ty! E kapa! Një pasim shumë interesant ju dha me Lorit. Kështu kam për të bërë gol. Dhe shënën gol! Një gol i mrekullueshëm, një gjuajtje për Sosu në cepin e majtë sipër. Arritën të shënojnë gol me një lehtësi të pabesueshme. Mos u bëni merak, ndeshja sa po ka filluar. Nuk po arrita kuptoj, çfarë po i ndodh kështu Olit? Një timi duket se u lodh nga pjesa e parë. Gabimi i kapitenit Harton i kushtoi një gol skuadrës së tij. A më thuaj, Oli, si ka mundësi që një tim nuk di të luaj më mirë se kaq? Ndoshta ju nuk jeni të aftë të sfidoni Mambon. Unë nuk mund ta besoj se një tim dorëzohet kaq lehtë. Nuk mundem. Duhet të gjej forcën për të përballur me ta. Tani mjaft, Oli, blidhe veten. Nuk e kem mendjen fare, Oli. Ti nuk po arrin të gjesh dot vendin tënd në fushë. Nëse ke ndonjë problem, duhet të mos e mendosh këtu. Duhet të mendosh edhe për shokët e tu të skuadrës. Nuk po e bëj me qëllim, Benji. Ti më premtove se do të jepje maksimumin tënd për të arritur të luanim së bashku deri në finale. Po premtimet nuk mjaftojnë. Ti duhet të luash në fushë, Oli. Nuk ka gjë më të mjerueshme për një lojtar se sa fakti që e mëshirojnë. Çou dhe luaj. Është minimumi që mund të bësh. Merr shembull nga Julian Rossi, edhe pse ai është i sëmur, ai po bën çmos që të çojë në shtëpi një rezultat fitoreje. E kuptova, Benji. Oli! Unë nuk di që të them. Dëgjoj, Oli, je i sigurt që ndihesh mirë tani? Nuk po luan ashtu si di të luash ti. Më falni djema, jam pak i hutuar. Forca, Oli, fitoje këtë ndeshje, je më i forti nga të gjithë. Tani do të filloj të luaj edhe unë. Do të fitojmë, keni për ta parë. Bën një gol tjetër, po për ta do të jetë i fundit për sot. Loja fillon sërish. Të sulmojmë! Oliver Harton duket se e ka marrë veten, po luan me vendosmërinë e tij të zakonshme. E çon topin përpara dhe e kalon kështu të gjithë skuadrën kundërshtare. Janë 3 lojtarë që i dalin përballë me qëllim për ta ndaluar. Ja kalon topin Tom Bekerin, i cili ja pason përpara. Shumë i bukur bashkëpunimi me Tom Bekerin. Ja, pra ky është Oli që unë njoh. Forca, afro edhe më shumë. Nuk ke për të shënuar. Të shohim nëse e kap këtë Julian. Julian Rossi shkon për ballë ti. Ndërhyn me rëshqitje. Fantastike, Oli hedh topin ajër ndërsa bie në tokë. Kush do ta kap topin që është në ajër? Julian Rossi hidhet dhe Harton bën të njëjtën gjë. Gjuajtje me kokë dhe shtyll. Oliver Harton ishte pa fat këtë herë. Mbrojtja shpërndahet dhe fillon përsëri loja. Pa shiko sa pa fat, Oli për pak sa nuk e bëri gol. Për pak do ta kishte bërë. Loja është konfuze, tepër e ngadalt dhe topi nuk po ecën ashtu siç duhet të ecte. Skuadrat mezi po e çojnë lojën përpara. Kam shumë frikë, dashur. Juliani ynë është shumë i lodhur. Them se duhet të mos luaj më tani. Të lutem, shko fol me trajnerin. Nuk mund ta bëj. Nëse do të ndalonin Julianin të luajë, do të vuante së tepërmi. Lojtarët e Mambos ja pasojnë përsëri topin Julian Rossit, i cili ecën përpara. Mbrojtësit e një timi provojnë të ndalojnë, por më kot. Rossi vazhdon aksionin e tij. Kontrolli i topit që kapi lojtar është vërtet mbreslënës. Tani po i shkon përballë Harton. Eja, pra tani të shohim se çfarë di të bësh. Mos u shqetëso, do të ta bëj qefin mirë. Ja dhe përplasja mes dy kapitenëve. Oli merr topin dhe tani po përparon drejt portës kundërshare. Ta marrë mira. Fusha është laguret shumë sa topi ndalon. Ky është Oliver Harton që ne njohim. Harton i quan topin përpara, por ka një hapësirë shumë të madhe përpara portës së Mambos. Çfarë rëshqitje spektakolare. Ja ku ndodhet përballë portierit e quan drejt portës dhe bën gol. U tregove shumë i zoti, Oli. Sa po barazuam. Po, të lumt, Oli, jeme të vërtet i madh. Ja dola mban, çonova djema.
Goli mrekullueshëm i Oliver Harton e barazoi rezultatin e një timit. Forca, Oli, jemi njeri, jemi me ty, forca! Julian Rossi është për tokë, është keq, duket si diçka mjaft serioze. Julian, çfarë ke? Kapiten, përse u shtritë tokë? Çfarë po ju ndodh? Kapiten, çfarë ke? Kapiten, përse u shtritë tokë? Çfarë po ju ndodh? Kapiten, çfarë ke? Bëu gati, Carlo, do zësh vendin e ti. Në rregull. Zëvendësim, arbitër, kemi zëvendësim. O, jo, Julian! Rije qete dashur, më mirë të mos ndërhyjmë. Të lutem, mos më braktis. Prisni vetëm një moment, trajner, mos më zëvendësoni. Por ti e keq, kjo është e dukshme. Unë dua të provoj të rri edhe një herë në fush. I kam premtuar vete se të paktën sot do të luaj gjatë gjithë ndeshjes. Sa të admiroj, Julian. Më vjen vërtet shumë keq që nuk ju a kam thënë më parë, djema, por për fat të keq, mjeku më ka nxjerrë me probleme serioze mua në zemër. Çfarë? Kjo është edhe arsyeja pse unë nuk kam luajtur deri në fund në ndeshjet e para. Por kjo nuk është një ndeshje si gjithë të tjerat, djema. Unë nuk mund t'ju lë të luani kundër një tim pa ndihmën time. Kjo është e rrezikshme, kapitan. Ta dini se fati im ka vendosur për mua. Nuk do të mund të luaj kurrë më në një fushë profesionale, por sot unë dua të fitoj patjetër. Kjo do të jetë ndeshja ime e fundit. Unë nuk dal nga fusha për asnjë arsye. Me ty, Oliver Harton, dua të laj ca hesapet të mbetura pesull. Julian, në të vërtetë unë... Jepi, Julian! Tregoju se sa vlen. Duhet i mundësh, ti je një futbollist i madh. Sot është ndeshja jote e fundit. Jep maksimumin tënd birr. Çfarë po thua kështu? Po unë do të bëj të pamundurën. Nuk ka zëvendësim, Carlo. Do të vazhdoj të luaj Julian. Mirë, në rregull. Mos harro, unë hiqet ti skuadrën dhe fitoje këtë ndeshje. Jepi, forca! Unë do t'jap maksimumin tim. Ta marrë mira. Nuk duhet ta mëshirojmë. Kjo duhet jetë një ndeshje e vërtet. Në fush dua të njëjtin vullnet si Julian Ross. Ne jemi një tim dhe nuk mund t'i lejojmë vetes të bëjmë një figurë të keqe, djema. Dakord! Nuk do të zgënjejmë, Oli! Mirë. Atëherë ti, dije gjithçka? Ishe ndjeni për sëmundjen e ti. Forca djema! Kanë mbetur edhe 7 minuta nga fundi i ndeshjes. Rezultati është barazim. E fillon lojën skuadra një tim. Forca djema, duhet të fitojmë për kapitenin ton. Do të luajmë me gjithë fuqitë tona! Do të fitojmë! Julian Rossi me sa duket nuk e ka marrë ende veten mirë, po qëndron jashtë aksionit. Julian, e di që e dashuron futbollin dhe që do doje të luaje përsëri. Dhe di që vetëm një shaka e tmerrshme mund të të ndalonte. Por dhe unë e dashuroj po aq sa ti dhe nuk mund të lejoj askënd të më mund. Harton e çon topin përpara në përfush. Një timi është në sulm të fuqishëm. Po afrohet përballja mes Harton dhe Rossit. Julian! Julian Rossi nuk arrin të përballet. Oliver Harton e kalon Julian Rossin pa asnjë problem dhe shkon drejt portës. Çfarë po të ndodh, kapiten? A mund të luash akoma, Julian? Mbyllini të gjitha hapësirat, shpejt! Mos e lejoni të godas! Juan Oliver drejt portës, por mbrojtësi nuk Harry, e të lejon vazhdojmë të dy golin. bashkëpunimin, ma paso mua! A e dëgjove kapitenin, pasoja, shpejt! Do bëj një gol, Julian! Harry Foy si ja pason topin Julianit, një sulmi avancuar. Faleminderit, djema. Tani dua të bëj një gol. Kështu që Mamboja do të fitoj këtë ndeshje. Fusha është lagur dhe topi me zi rrotullohet. Është e vështirë ta kontrollosh. Ta marrë mira. Po duket sikur do të më plas gjoksi. Çdo hap që unë bëj është dobësimi i zemrës time. Nuk e di nëse do të mund ta mbaroj dot ndeshjen. Babi, mami, trajner, shok të skuadrës, edhe ju tifoz që më keni mbështetur gjithmonë, do t'ju dedikoj golin tim. E mori veten. Është shumë i shpejt, i la pas shpinën mbrojtësit e një timit. Është shumë i shpejt, nuk po ja dal dot. Nuk po mundem të arri. Një timi reagon, po fillon një lojë e ashpër. I reziston ende mbrojtjes Rossi, i kalon të gjitha pengesat dhe shkon drejt portës.
Duhet të përballesh njerë me mua, Julian Ross! Ki kujdes! Por nuk mund të bëj asgjë, Rossi është shumë i vendosur sot. Është vërtet i zotja ideal, Oliver Harton kthehet për të përforcuar mbrojtjen. Vraposa të duash, Oli. Lodhu për të ardhur në mbrojtje. Do të ta prish pak qefin sot. Ky do t'jetë goli im, ta dish. Harton dëryn dhe topi fluturon në ajër. Nuk po e shoh, nuk po e shoh. Po ku përfundoj? Unë duhet shënoj me çdo kusht. Kapiten, topi po zbret nga ajri drejt teje. Ja ku është? Topi po zbret nga ajri më në fund. Nuk duhet ta kap ai. Do të shënoj. Dhe Reagu shënua një gol fantastik i Julian Rossi. Ura, ja dolëm kapiten! Tani ndeshja është në duart tona! Dhe Mambo tani është në avantazh me një gol. Çfarë vullneti? Pavarësisht problemeve fizike ti, i luftoj me mishe me shpirt për të bërë gol. Të lumt kapiten, shënove një gol fantastik! Julian, çfarë ke? Çfarë po ju ndodh, kapiten? Jam mirë. Zemra ime është në rregull. Re. Zemra ime ende re. Julian! Nuk më ndodhi asgjë. Zemra ime po reziston gjatë gjithë ndeshjes së plot. Je i madh, kapiten! Ne jemi në avantazh. Me golin tim jemi duke fituar ndeshjen djema. Edhe pak minuta dhe fitoria do t'jetë e jona. Le të luajmë deri në fund. Edhe 2 minuta në ndajnë nga përfundimi i ndeshjes. A do të mund të kaloj rezultatin një timi? Forca, Oli, jemi më i miri, jemi me ty, forca! Të përpiqemi më shumë. Një timi rifillon ndeshjen me një gol në disavantazh, ndërsa Mambo do të mbrojë rezultatin. Kapiteni Mambos Julian Rossi duhet jetë shumë i lodhur dhe është mbështetur tek shtylla e portës. Harry, Mallory, duhet ta bllokojmë patjetër Olin nëse duam të fitojmë. Mirko, Kevin, bllokojeni të dy në të majt. Tani do të formojmë diagonalen. Kevin, mbyll hapësirën në të djathtë. I di gjithë lëvizjet tona. Kapiteni Mambos nuk po lëviz, nuk po merr pjesë në lojë, por nuk po kursehet për t'ju dhënë këshilla shokëve të tij. Nuk ka mundësi t'ja pasoj. Ja ku jam, Tom! Është për ty, Bruce. Po, të lumt. Prite, Oli! Goxha pasin, Bruce. Harton nuk po gjen hapësirë për të lëvizur, është i bllokuar. Ju lumt, unë e shkëlqyer. O jo, kam mbetur edhe pak kohë, forca! Oli s'ka nga televiz, mbajtja e ka bllokuar fare. Të lutem, Oli, bëj diçka! Mbrojtja e Mambos është e organizuar mirë. Oli nuk po mundet ta gjuaj topin dhe koha është duke mbaruar. Përsi nuk më shkoj më parë në mendje. Forca, gjuaj! Tani e ngre topin në ajër. Çfarë do të bëj? Çfarë gjuaj djema? Çfarë rrëfishate spektakolare! Rossi është pozicionuar pranë portës dhe është gati ta pres topin për t'ia pasuar skuadrës së tij. Por kemi një ndërhyrje të papritur Tom Beckerit. Godet me kok! Dhe shënon gol! Me një gjuajtje të saktë me kokë të Tom Beckerit, një timi arriti ta barazojë rezultatin në minutën e fundit. Këtë vërtet nuk e prisja. Gjuajtja në qendër e Olit ishte në të vërtet për Tomin. Isha pozicionuar në vend të parë sepse prisja që ai të godiste aty. Në fakt ishte një skem për të gjuajtur me kokë. Ndeshja mbaroi. Sipas orës sime koha mbaroi, por arbitri ka lënë dhe disa minuta shtesë. Do të mbyllet me parazim. Mirë, loja vazhdon. Nuk është thënë akoma fjala e fundit. Arbitri ka lënë disa minuta shtesë dhe unë do ta shfrytëzoj këtë shans të fundit. Po çfarë po bën kështu? Po vrapon përsëri? Topin tani e ka Oli, i cili po kërkon golin e fitores, por koha është duke mbaruar. Julian i kaloi kufin të tij dhe pse i sëmur nga zemra.
Nuk do të humbas as një sekond nga kjo ndeshje. Do të luaj derisa të bjerë bilbili i arbitrit. Do të bëj të pamundurën. Nuk do të dorëzohem në minutat e fundit. Forca Oli! Tifozët e një timit nuk e humbën shpresën as një qast. Dhe ti nuk do t'i shkënjesh. S'ke për t'ja dalë. Të herë nuk e për të kaluar Oliver Harton. Do të gjuaj para se të mbaroj. Oli provon gjuajtjen e fundit. Nuk mund të shënoj, duhet të ndaloj! Ha! Doli është i rregullt. Fituam! Fituam falteje! Kapitan, çfarë ke? Mos u shqetësoni për mua, Djema nuk kam asgjë. Gjithçka është në rregull, faleminderit. Ndeshja mbaroi, Julian. Më duhet të të përgëzoj ty, Oli. Tregove se je një kampion i vërtet. Një timi është me fat që të ka ty në skuadër. Faleminderit, por ti më shumë se të gjithë ke treguar që je një kampion. Pavarësisht të gjithave, luajte shumë mirë. Shumë faleminderit për këtë kompliment. Doja të bëja figurë të mirë. Bëra të pamundurën që skuadra ime të fitonte sot, por E vura re këtë. atëherë unë po të them që jam vërtet i kënaqur që luajta deri në fund të ndeshjes. Do të thotë shumë për mua kjo, apo jo? Kuptova se unë jam ende një futbollist. Jam shumë i lumtur për ty. E meriton, Julian. A e pe shpirt, djali ynë arriti të luaj deri në fund të ndeshjes. Ej, Oli, Po, në fundit ndeshja nuk vajti dhe aq keq. Edhe pse nuk mundi të fitoj skuadra ime, unë mund të luaj akoma. Kam për të të mundë një ditë, ta dish, Oli. është bukur të luash me kampion si ty. Do të të pres me padurim, Julian.